يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمد ربي وأشكره وأصلي وأسلم على خير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر المؤمنين الذين يسلكون نهجه إلى يوم الدين ما بعد. Falënderimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelalu, salavatet qofshin mbi pejgamberin e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai cili kaloi në këtë botë, ai cili nuk ka njeri që shkruaj diçka që ka kalu një jetë më të vështirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jeta ai moment kur ne kemi ardhur dhe kemi qaj të nderuar vëllezër besimtar, ndërsa njerëzit përreth neve kanë qesh. Jeta kjo monedh shumë e shtrenjtë, por që I ka dy anët e saj. E ka të mirën dhe të keqen, varfërinë dhe pasurinë. E ka shëndetin dhe smundjen. Jeta kjo medale që besimtari e kupton se nga një anë shkruan se jeta mundet të jetë e lehtë dhe në anën tjetër të medales shkruan se nga njëherë ajo din të bëhet edhe e vështirë. Jeta kjo pjesë në të cilën ne kemi ardhur dhe jemi pjesë e saj që shpesh herë na bën të qeshim nga njëherë ditë na bën edhe të qartë. Por ajo që neve na vjen sot të dimë si besimtar musliman dhe ta lexojmë drejt jetën, ta kemi jetën në dorë, jo në zemrën tonë. Ta shikomi nga dy anët e medalës së saj. Ta shikomi nga një anë se ajo është e lehtë dhe e bukur dhe e këndshme. Por ta shikomi edhe nga një anë tjetër, ta dimë se jeta I ka edhe vështirësitë e saj. Nga ky parem e lexuan edhe njerëz më të përzgjedhur që Zoti I çoi në këtë botë. Pejgamberët e Allahut Gjelle Gjelalu e lexuan jetën me dy nga dy anët e medalës. E lexuan dhe jetuan jetën mes lehtësimit dhe vështirësisë. A nuk ishte Nuhu alayhis salam, ai I cili mbi 900 vite thiri popullin e tij, lejlen wa nahar, natë e ditë, për t'ju përgjigjur ftesës që Allahu e kishte dërguar si pejgamber. Dhe më pas këtyre viteve, Nuhit alayhis salam, ashtu siç e përshkruan Kurani, nuk I ka mbështetur vetëm se një pjesë e popullit të tij. Duke shkuar edhe më larg, as djali I tij nuk u bë pjesë e këtij karavani ose pjesë e ftesës që thiri Nuhi alayhis salam. Këto vështirësi që I sjell Allahu Gjelle Gjelalu dhe për shkak të këtyre vështirësive që u përballë me pejgamber, Allahu ka ndryshu dhe ka bërë që një tokë ku nuk ka pas veti, ndërtohet një ani dhe Allahu Gjelle Gjelalu ta merr Nuhin dhe ata të cilët I besuan, pastaj se shkojnë me një vend tjetër dhe të jetojnë, sepse Nuhu alayhis salam ishte ai që e pa edhe medalën tjetër, jo vetëm vështirësisë, por edhe lehtësimit. Musa alayhis salam që Zoti e përmend më shumë në Kur'an, një pejgamber I cili rritet në prehrin e njeriu më të shëmtuar mbi fytyrën e tokës. Rritet në prehrin e tij, rritet me pasurinë e tij, ushqehet me bukën dhe pin nga uji që ja ka dhënë Firauni. Dhe më pas kur Allahu e shpall dhe e gradon si pejgamber, Musa alayhis salam tash tutje po përballet me vështirësi, një ndër vështirësitë që I ka pas më shumti pejgamberëve të Allahut. Por të lexon edhe një anë të medalës dhe po e sheh se
shumë shpejt do të vijë deti, do të hapet për Musën a.s. që do të shpëtojë nga kthejtrat e Firaunit dhe për Firaunin do të bëhet honer dhe xhehenem ky deti. A nuk ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ynë ai cili kaloi jetë dhe nuk është shkruajt për dek. Historia nuk ka shkruar se dikush ka mujt të vujë aq sa ka vujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dëvuar nga vatani, erdhi viti i mërzisë ku nifët vetë në të cilën vdiq gruaja dhe xhaxha i tij, pastaj për shkuar në Medinë për të përballur me lufta të ndryshme që avojnë vetë fisi i tij, të gjitha këto, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë e lexonte anën e medalës nga leccimi, se pas vështirësisë do të vijë leccimi. Dhe për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i motivoi dhe për atë edhe ka ardhur i dërguar i Zotit që neve të na sjell leximin e jo vështirësinë. Jakubi alayhi salam ju drejtua Zotit dhul xhelal thotë tawalla anhum wa qal, kur Jakubi alayhi salam u ktheu shpinën atyre bive të qale ja asafa ala Yusuf, unë kam mërzi për kënd për Jusufin alayhi salam, wal baydat ayna, ju zbardhën syt, ju kanë qëru syt Jakubi alayhi salam nga mërzia që pak për Jusufin alayhi salam, min al-huzn wa huwa kadhib, dhe pastaj këtë mërzia i nuk e shfaqi, por e mbajti në vendin. Dhe shtërsia kur i vjen besimtarit, edhe mërzia që e mban në vetin, kjo nuk e mohon se ky njeri nuk ka qenë durimtar, sikurse në rastin me Jakubin alayhi salam. Të gjithë këta pejgamber, o ju vëllezër besimtar, besuan në atë që Allahu na jep neve si myshë në Kur'an. Allahu thotë fe inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Me të vërtet, pas vështirësisë vije lehtësimi. Ajeti i parë. Pastaj më një herë myshdja tjetër, me të vërtet, pas vështirësisë vije lehtësimi. Ka thonë dietar, vështirësia në ajetin kuranor ka ardhur shquar me elin që nifët gjuhën arabe, e shquar. Dhe në gjuhën arabe kur emri vjen i shquar dhe përsëritet, ai tregon vetëm një vështirësi. Ndërsa lehtësimi në Kur'an ka ardhur i pashquar, yusran, dhe thohet rregullin gjuhën arabe kur lehtësimi vije i përsëritur, jo i shquar, ai tregon dy lehtësime. Pra, thot Ibn Abbas rahimullah, se Allahu xhelel xhelalu në Kur'an thotë se pas çdo vështirësisë vjen dy lehtësime. Çdo vështirësi që ne përballim, përpara vetës duhet të shikomi si besimtar se kemi dy lehtësime. Pa marrë parasysh cila është natyra e vështirësive. Vështirësia është çdo pengesë e cila na pengon neve për të realizuar dëshirat tona në këtë jetë. Ajo mund të jetë varfëri, ajo mund të jetë me humbjen e atyre që ne i domi. Ajo mund të jetë smundje, ajo mundet me lloj-llojshmëri dhe ngjyra të ndryshme që neve përballemi me vështirësinë këtë botë. Por besimtari beson dhe është i bindur se pas çdo vështirësie vijnë dy lehtësime për të. Kategoritë e njerëzve përballë vështirësive janë ndryshme, por katër kategori janë më të njohur, ata të cilët përballen para pengesa vështirësive kur vjen. Kategoria e parë e njerëzve e që njeriu mund të jetë pjesëtar i çdo kategorie, por duhet të synojë çdo herë më të lartë. Në vëllezër besimtar, kategoria e parë përballë vështirësive është kur njeriu njihet i hidhur me atë që Zoti e ka sprovuar në këtë botë. Kjo edukat në Allahun xhelel xhelalu besimtari nuk duhet ta ketë. Të hidhrohet, pastaj me hidhrimin e tij ta shfaq dhe të bëhet krijesa njeri, ta pyet Zotin o Zot, pse po ndodhin mua këto gjëra. Kjo kategori nuk vlen për muslimanët. Kjo kategori është për dikën tjetër. Kategoria e dytë janë ata të cilët janë durimtarë. Kanë mërzi kur i vjen vështirësi, por durimin e tyre e kanë në maksimum. Kaq.
Pastaj kategoria e tretë, duke u ngrit e që njeriu duhet çdo herë përballë pengesave të kërkojë më të lartën, është kategoria e njerëzve që janë të kënaqur me atë që Zoti e sjell. S'ka pasuri, varfëri i kënaqur, smundje i kënaqur. Allahu e sprovon, ja merr dashurit e tij i kënaqur. Ka diçka më të lartë se këta? Ka si njerëz, po ka. Ka diçka më të lartë se këta? Po. Ka ata të cilët janë falendërues. Çdo pengesë që i den rrugë, pa marrë parasysh gjendjen dhe statusin e tij në këtë botë, thot elhamdulillahi rabbil alamin. 17 herë besimtari i thot Allahu xhelle xhelalu falënderimet i takojnë Zotit botë. Pa marrë parasysh gjendjen e tij, ky mundet me qenë njeriu më i varfër mbi rruzën e toksor, mundet me qenë njeriu më i sprovuar, megjithatë kur lidhet namazet thot Allahu akbar, Allahu është më i madh e din, çka 17 herë dëshmon me veten e tij mos paku, dëshmon se elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimet i takojnë Allahu xhela. Neve na intereson shpesh herë përballë pengesa dhe pyetjet që janë njerëz të kurështarë me ti, a thua Allahu xhela xhelalu pse i çon njerëzit, pse i sprovon, pse i çon Zoti këto pengesë. Ndërruar vëllezër besimtar, ka shumë arsye pse Allahu xhela xhelalu na i çon neve pengesa. Por ne do t'i cekim vetëm dy kryesore që t'i mamin në vend, dhe se herë që ne përballemi me pengesat na kujtohen këto dy arsye. Arsyeja e parë është se në moment që ti të vjen një pengesë, vjen një bela, dhe e din që këtë sprovë, këtë pengesë nuk ka kush që e largon vetëse Allahu xhelle xhelaluhu, dhe në vetën tënde beson se inna Allaha ala kulli shay'in qadir, është largu vështirësia. Dhe Allahu e ta sjell ty për këtë. Ta e dish se Allahu është i vetmi fuqiplot ndaj çdo gjëje. Kur ti me bindje tënde në zemrën tënde i dërum vëlla, ke këtë bindje, dije se u largu vështirësia, shkoj edhe pse është prezent. Kur je i bindur se këtë nuk e largon dikush tjetër pas Allahut xhelle xhelalu. Dhe arsyeja e dytë, Allahu subhanahu wa taala e çon neve pengesat na i dërgon dhe vështirësitë në këtë botë për ta ditë Zoti se sa jemi na stabil. Stabil ku në rrugën e tij. Se nuk ka mundësi njeriu me ditë se inna Allaha ala kulli shay'in qadir, se Allahu xhelle xhelalu është i plotfuqishëm vetëm atëherë kur vije vështirësia. Dhe pasaj vije lehtësimi me kupton se këtë vështirësi e ka largu vetëm Allahu xhelle xhelalu. Për fond, për t'i përmbyll hutbën, neve na hyn edhe rruga, dera në të cilën feja e Zotit Dhul Xhelal i kalon ato dyra, ato mundësi, se si besimtari ti të i kaloj pengesat e tij në këtë botë. Si ti të i kaloj sprova, e kështu me radhë. Një ndër mundësitë më të mira është namazi dhe durimi. Namazi dhe durimi. Ka mundësi me namaz dhe me durim njëri me t'i kalu pengesën gjithsesi. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an: "Musta'inu bis-sabri was-salat." Kërkoni ndihmë te kush? Tek Allahu. Me çka? Me namaz dhe me durim. As ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se herë që i dilte një pengesë në rrugë, fezja ila salat. Vraponte shpejt, shpejtonte, me njëherë u lënte i falte 2 rekat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dilte një pengesë, thonte ja Bilal, elihna bis-salat. O Bilal, çutë rezon. Që pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka bën një gjatë të tillë, një hap tillë, nga se mundësia më e mirë për mu lidhë me Zotin tanë dhe me t'i kalu sprova që secili për momentin mund ta ketë në veten e tij, apo ato të cilat kanë kalu, apo ato të cilat vinë, është namazi dhe durimi. Tjetra, thot Ibn Qayyim rahimullah, në këtë ajet thot namazi dhe durimi janë 2 ndihmtar që e ndihmojnë njeriu për të mirat e kësaj bote dhe botën tjetër. Si pjesë tjetër që neve mundem me t'i kalu, ose një faktor, një fuqi tjetër që ne kemi në dorë tona, shpesh herë nuk e shfrytëzojmë, është duaja. Vjen Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, ky shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e sheh Uthmanin radiallahu anhu. Kush ka qenë Uthmani? Ka qenë pris që i ka prit muslimanëve, i treti pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri që ka qenë dhëndër i pejgamberit Zotit, që ka pas 2 vajzat e tij. Kur njëra ka vdek, pastaj pejgamberi Zotit ja ka dhënë.
Pastaj ka qenë njëri i cili pejgamberi e ka përgëzuar. Vjen Saadi dhe i thot Assalamu alejke ya Uthman. Jep selam. Uthmani nuk ja kthen selam. Musibeti më i madh ka qenë tek muslimanët e parë, mi dhon dikuj selam e mos me ta kthy. Sot me dhon dikuj selam, jo me atë me që e dim që vinë xhami, që falen xhumat. Dhe Saadi nisët e Omer radiallahu anhu. Halife në atë kohë ka qenë Omer. Dhe i thot, o prisi muslimanëve, a ka ndodhur diçka në Islam? Që në dertin tash, a ka ndodhur diçka në Islam që unë nuk e di? Thot, për çka është fjala? Thot, kom shku te Uthmani radiallahu anhu, i kom dhon selam, thot nuk ma ka kthy selam. Me njëherë vije dhe thot, urni Omerit, cëll ma një Uthmani këtë. Mi dhonë besimtarit dikujt selam, mos mja kthy selamin, kjo është e pamundë. Vije Uthmani radiallahu anhu dhe pyet Omeri. Uthman, pse ti nuk ja kthen selamin, kur Saadi ka dhënë selam? Wallahi prisi musliman me thotë, unë nuk e di që Saadi u kona për meje. Nuk më kujtohet, thot, e aq ma shumë thot selamin e ti nuk e kom dëgjuar. Atëherë Saadi i thot, o Uthman, çfarë gojë ki, çfarë dej? Thot, vallahi në momentin thot që ke ardhe, thot kam qenë i preokupum thot me një dua. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nisë me na tregu një dua. E që është betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është betu në emrin e Allahut, se pasha Allah nuk ka besimtar që e thot këtë dua, vetë se Allahu xhelel xhelalu ja ka dhënë sprovë. Thot Uthmani radiallahu anhu duke betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thonë këtë fjalë, neve nuk na mësoi hadith se cilla ishte kjo dua, sepse Gjibrili alayhi salam dhe u preokupu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më ka ardhur tut me vetë pejgamberin e Zotit. Dhe i kam qenë i preokupum me këtë dua, cilla është kjo dua? Atëherë thot Uthmani radiallahu anhu, kur ta kish mi ditë këtë dua. Atëherë Saadi radiallahu anhu i thot pritni të dy se unë e di këtë dua. Thot ta ditë kur është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, thot kom ecë pas tij. Dhe kom shku, kom turpik në derën e tij dhe kom thonë i dërguari i Zotit, tregon me atë dua të cilën ti je betu, nëse besimtari musliman e thot, vetë se Allahu xhelel xhelaluhu do t'ja largon pengesën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është duaja e vllaut tim Dhunun, Yunusit alayhi salam, që e bëri mbarkun e peshit kur tha la ilaha illa anta subhanak. Nuk ka dikush tjetër që meriton me të drejtë adhurohet, postejo Allah që i lartësu. Inni kuntu min adh-dhalimin, unë i kumbo vetit pa drejtësi. Dhununi, këtë dua që e kanë dëgjuar edhe me laçet në qiell, kur Yunusi alayhi salam e ka bërë mbarkun e peshkut dhe pejgamberi i Zotit është betu që çdo musliman që thot la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, vetë Allahu xhelel xhelaluhu ja largon pengesat. Pastaj shpërblimin dy botat tjetër kur besimtari bën durim për pengesën që ka, sadakaja dhe përmendja Allahu xhelel xhelal, janë ato faktorë të cilët neve na ndihmojnë në jetën e kësaj bote për t'i larguar pengesat tona. E lutem Allahun xhelel xhelal që çdo besimtar i cili gjendet këtë xhami e përpara vetes ka një pengesë në sprovë, e lutem Allahun nga ky vend i shenjtë, këtë shenjtë, që Allahu xhelel xhelal t'ia largoj pengesën dhe sprovën që e ka. Çdo besimtar kudo që janë sot në këtë ditë madhe në Jeruzalem të kësor, Allahu t'ia lartësoj pengesat, Allahu t'na mundson të bëhemi të fortë dhe ata të cilët dimi se si t'i largohemi sprova dhe pengesat që i gjejmë në jetë, i gjejmë përballë vetes son, deri atë ditë kur ne takohemi Allahun xhelal, Allahun me duan të cilën na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Mm-hmm.